Mirëmbrëma gjithë, mirë se vini në revistën televizive ku lajmet më të rëndësishme të mbrëmjes do të ndiqni. Këshilli i mandatave do të mbledhen datën 28 janar për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit për Belinda Ballukun. Njoftimi u shpërnda nga Kuvendi, i cili lajmëron edhe mbledhjen e seancës të parë plenare në datën 19. E ngarkuara me punë ambasadës amerikane në Tiranë, Nancy Van Horn uron kryetarin e re të gjykatës kushtetuese. Institucioni luan rol të rëndësishëm në vënien para përgjegjësisë të atyre që shkelin ligjin, njofton ambasada, ndërsa kreu delegacionit të Bashkimit Evropian flet për nevojën e shtimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Gonzato thirrje për uljen e stokut të dosjeve. Një park i ri për energjinë rinovueshme të erës do të ndërtohet në Tropoj nga një kompani amerikane. Kryeministri Rama thot gjatë prezantimit të projektit se Shqipëria po shkon drejt sovranitetit të plotë energjetik. Demokratët mbajtën foltoren para kryeministrisë. Berisha mesazh Ramës: hiq dorë nga grushti i shtetit. Kryedemokrati u bën thirrje shqiptarëve dhe veçanërisht të rinjve të mblidhen në protestën kombëtare të opozitës në datën 24 janar. Nga nesër dhe për 2 ditë me radhë mbyllet qarkullimi automjeteve nga Tirana drejt Rinasit dhe Anasjelta. SRSH-ja kryen punime për zgjerimin e autostradës në mbikalimin e Kasharit, publikon edhe rrugët alternative për të shkuar drejt aeroportit. Ndalemi mëngjesisht e lajmet ku një park i ri për energjinë rinovueshme të erës do të ndërtohet në Tropoj nga një kompani amerikane. Sot gjatë prezantimit të projektit, kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria po shkon drejt sovranitetit të plotë energjetik. Parku eolik do të ketë një kapacitet prodhimi energjie prej 600 megawatt. Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria deri në 2030 do të jetë një vend sovran sa i takon prodhimit të energjisë elektrike, 100% nga burimet të gjelbërta, duke kontribuar edhe për pavarësinë energjetike të Evropës. Kryeministri mori pjesë në ceremoninë e prezantimit të parkut eolik që do të ndërtohet në Tropoj nga kompania amerikane CWP. Parku e energjisë së erës në Tropoj do të jetë gati pas 12 muajsh. Koha kur Shqipëria duhet dalin treg për të blerë energji, po shkon drejt fundit. Sektori energjetik është sektori i garave të hapura ndërkombëtare dhe një pranie masive të kompanive me reputacion të padiskutueshëm ndërkombëtar në pjesëmarrjen në këto gara. Besoj që të njëjtën dëshmi mund ta japin faramirë amerikanët që kemi këtu nga ana e sektorit privat. Nevojat tona të brendshme për sovranitetin ton ne i kemi të garantuara. Por ne jemi më ambicioz se kaq. Dhe kur them për energjinë në Europë, kam parasysh rritjen e kapacitetit këtu në Shqipëri në mënyrë që ne nga një anë të kontribuojmë në sigurinë energjetike të Europës, por nga ana tjetër të bëjmë edhe ne para për fondin e Republikës Shqipërisë njësoj si tjerët. Ne jemi 100% të gjelbër. Ndërsa zëvendës kryeministra dhe ministra e energjisë dhe infrastrukturës Belinda Balluku tha se në Shqipëri po investohen rreth 1.5 miliard euro në projekte energjetike, totalisht të bazuara në energjinë e gjelbër. Parku eolik i Tropojës nuk është thjesht një investim energjetik. Ai është një simbol i transformimit që po përjeton Shqipëria, një transformim drejt një ekonomie të qëndrueshme, më të fortë dhe më të hapur ndaj inovacionit. Mbi 1.5 miliard euro investime private janë angazhuar ose janë në proces në sektorin e energjisë. Kryeministri Edi Rama u shpreh gjithashtu se rreth 30% e energjisë elektrike në vend deri në vitin 2030 do të jetë nga era dhe dielli, ndërsa vlerësoi se prania e kompanive prestigjioze ndërkombëtare në tregun energjetik në vend tregon seriozitetin dhe vizionin e qeverisë që drejton. Në prezantimin e projektit të kompanisë amerikane mori pjesë edhe ngarkuara me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy Van Horn.
Kuvendi njoftoi datën për zhvillimin e seancës të parë të Parlamentit për vitin 2026. Ajo është vendosur të mbahet më datën 19 janar. Në të njëjtin njoftim shpërndar për mediat, Kuvendi tha se do thrasë mbledhjen e Këshillit të Mandateve me datën 28 janar, ku dhe pritet të merret një vendim nëse do pranohet apo jo kërkesa e SPAK për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku. Parlamenti do të mbledh seancën e parë të legjislaturës për vitin 2026 më 19 janar. Zyra për media e Kuvendit shpërndau njoftimin ku në vendimarrjen e marrë është parashikuar edhe mbledhja e Këshillit të Mandateve që do të shqyrtojë kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Kuvendi ka përcaktuar datën 28 janar për të mbajtur këtë këshill ndryshe nga kërkesa e vazhdueshme e opozitës, që mbledhja të zhvillohet sa më parë. Më 16 dhjetor, SPAK ka kërkuar në Kuvend imunitetin e Ballukut, kërkesë që erdhi pas pezullimit nga ana e gjykatës kushtetuese të pezullimit nga detyra të lëshuar më herët për zëvendës kryeministren. Këshilli i mandateve u mblodh, por pasi dëgjoi palët nuk doli me një vendim. Majoranca i dha kohë Ballukut të njëjtë me aktet që SPAK i ka bashkangjitur kërkesës për imunitet. Shtyrja e mbledhjes nuk u mirëprit nga opozita, e cila disa herë kërkoi nga kreu i Kuvendit Niko Peleshi thirrjen e Këshillit të Mandateve. Madje mbi refuzimin për të mbajtur mbledhjen, opozita ka paditur në SPAK kryeparlamentari Niko Peleshi me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Kjo e fundit reagoi nëpërmjet kreut të grupit parlamentar Gazmend Bardhi mbi caktimin e 28 janarit si datë për mbajtjen e Këshillit të Mandateve. Bardhi thotë se kjo mbledhje 6 javë pas kërkesës së SPAK është një akt i paprecedent dhe një mundësi për Ballukun për të prishur provat e për të intimiduar dëshmitarët. Në fund të muajit tetor, Balluku është marrë pandehur nga prokuroria e posaçme për hetimin e tunelit të Llogaras. Gjithashtu zëvendës kryeministri, një herësh ministri i infrastrukturës, po hetohet në një tjetër dosje, atë të Unazës së Tiranës. Kërkesa e SPAK për pezullimin e saj u ankimua në kushtetuese nga qeveria me gjykatën që pranoi ta shqyrtojë më datën 23 janar dhe deri në një vendimarrje zëvendës kryeministri avion të jetë në detyrë. Kreu delegacionit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato ngriti shqetësimin e mungesës të numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në konferencën kombëtare mbi cilësinë e drejtësisë, ambasadori BE-s kërkoi uljen e stokut të dosjeve nëpër gjykata. Shqipëria ka nevojë imediate për më shumë gjyqtar, prokuror dhe asistent ligjor, deklaroi ambasadori i BE Silvio Gonzato në konferencën kombëtare mbi cilësinë e drejtësisë. E di që nuk është e lehtë që të punosh në ndrysni e presion, në një stok të madh dosjesh. Këto sfida kërkojnë zgjidhje. Na duhen më shumë gjyqtarë e prokurorë të mbështetur nga një numër këshilltarësh dhe asistentësh ligjor. Si hap fillestar të gjitha vendet e lira duhet të plotësohen. Kjo do të thotë se këshillat duhet të vijojnë shumë shpejt me vlerësimet dhe emërimet e nevojshme. Nuk ka kohë për të humbur. Kreu i Këshillit të Lartë Gjyqësor Ilir Rusi njoftoi ngritjen e një grupi pune për shtimin e magjistratëve, duke theksuar se vonesat në gjykim ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e drejtësisë. Ne marrim përsipër si Këshilli Lartë Gjyqësor që në përditshmërinë tonë do përpiqemi gjithnjë më tepër që ne të përmirësojmë gjithë mjedisin tuaj të punës, infrastrukturën, buxhetime përkatëse, burime njerëzore me qëllim që të paktën nëpërmjet këtyre burimeve njerëzore më profesionale ju të rrisni cilësinë. Kemi ngritur një grup pune për të bërë studim për rritjen e numrit të magjistratëve të përgjithshëm. Ndërsa kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi u ndal edhe tek cilësia e vendimeve, duke theksuar se drejtësia matet jo vetëm me shpejtësinë e gjykimit, por mbi të gjitha me forcën e arsyetimit. Shpejtësia është e rëndësishme, por shpejtësia pa arsyetim dhe pa koherencë kthehet në rrezik për sigurinë juridike. Ngarkesat dhe pravamete janë realitete që ne nuk i shmangim lehtë. Megjithatë, drejtësia nuk mund të matet vetëm me numra. Treguesit statistikor janë të dobishëm, por prova kryesore mbetet vendimi i arsyetuar, i kuptueshëm dhe i zbatueshëm. Sadushi theksoi se vetëm përmes një praktike gjyqësore të qartë, koherente dhe të aksesueshme mund të forcohet besimi i qytetarëve dhe të garantohet siguria juridike në vend. Nancy Van Horn, në ngarkuara me punë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, përgëzoi sot kryetaren e sapo emëruar të gjykatës kushtetuese Fiona Papajorgji. Ambasada amerikane përmes një postimi në rrjetet sociale thekson se gjatë takimit Van Horn diskutoi se si mbështetja afatgjat e Shteteve të Bashkuara për institucionet e zbatimit të ligjit në Shqipëri çon përpara prioritetet e presidentit Trump, çmontimin e rrjeteve të narkotrafikut dhe krijimin e kusheve të barabarta për bizneset amerikane. Sipas njoftimit, gjykata kushtetuese luan një rol të rëndësishëm në garantimin e drejtësisë për qytetarë shqiptar, duke i mbajtur përgjegjës ata që shkelin ligjet dhe duke ruajtur një sistem ligjor të drejtë dhe të parashikueshëm
në mënyrë që bizneset amerikane të mund të lulëzojnë. Opozita mbajti edhe sot foltoren para kryeministrisë. Kreu demokratëve Sali Berisha në mesazhin përcjell i kërkoi kryeministrit Rama që të heqë dorë nga grushti i shtetit. Berisha kërkoi mbështetje nga qytetarët për protestën kombëtare që opozita ka vendosur të mbajë në datën 24 janar. Demokratët zbritën sërish para kryeministrisë në foltorën e radhës me kërkesën e largimit të kryeministrit Rama dhe krimin e një qeverie teknike si garanci për zgjedhje të lira. Kryedemokrati Sali Berisha akuzoi shefin e qeverisë se qëndron pas çdo afere sipas tij korruptive, ndaj ka bindjen se Rama do të bëjë të gjitha përpjekjet për të bllokuar sipas tij hetimet e sistemit të drejtësisë. Edi Rama, ndërkohë që shqiptarët janë vendosur të japin ndërshkimin e merituar, po ecën drejt grushtit shtetit, po ecën drejt bllokimit të sistemit të drejtësisë. Ai në një akt të papërgjegjshëm sfidon dhe poshtron shqiptarët çdo ditë, duke u nxjerrur maskën e tij, lubim bukun. Opozita po përgatitet për mbajtjen e protestës kombëtare në datë 24 janar. Berisha ftoi qytetarët e çdo bindje politike, intelektual si kundër të rinj, të ngrihen në lartësinë që koha apelon për të ndalur sipas tij keqeverisjen e Ramës. Të japi mesazhet e qarta për fundare e Ramës. Hiq dorë nga grushti i shtetit, prano ligjin dhe kushtetutën. Përndryshe do të nxjerrim ne jashtë ligjit, jashtë kushtetutës. Edhe në këtë foltore, Berisha tha se Partia Demokratike i qëndron parimit të saj për kryengritje paqësore kundër asaj që e ka pakzuar narkoshteti i Ramës. Demokratët kanë dërguar në gjykatën kushtetuese zgjedhjen e Endri Shabanit si avokat të popullit. Ata kërkojnë pezullimin e tij nga detyra deri në shqyrtimin e çështjes. Partia Demokratike ankimon në gjykatën kushtetuese zgjedhjen e Endri Shabanit si avokat i popullit, duke pretenduar se procedura e ndjekur nga Kuvendi përbën shkelje të kushtetutës. Në kërkesën e saj, PD kërkon shfuqizimin e zgjedhjes së Shabanit dhe njëkohësisht pezullimin e tij nga detyra deri në momentin që gjykata kushtetuese të marrë vendimin përfundimtar. Më herët demokratët kanë kundërshtuar rrugën e ndjekur nga Kuvendi për zgjedhjen e avokatit të popullit, duke akuzuar Partinë Socialiste se ka shkelur ligjin dhe prishur traditën e zgjedhjes së avokatit të popullit nga radhët e opozitës. Sipas PD, deputetët e opozitës i kishin tërhequr firmat për mbështetjen e Endri Shabanit përpara se ai të kalonte për votim në seancë plenare, akt i cili nuk u pranua nga socialistët me argumentin se ishte bërë përtej afateve të parashikuara me ligj. Endri Shabani u zgjodh avokat i popullit më 11 dhjetor të vitit të kaluar me 85 vota pro, ndërsa deputetët e opozitës braktisën votimin. Zoti Shabani. Betohen. Suksese dhe fundimtar. Mes një seanse të tensionuar parlamentare, me përplasje dhe me disa herë ndërprerje të punimeve të Kuvendit, Endri Shabani u betua si avokat i popullit në datën 18 dhjetor. Avokatët mbrojtës së Sali Berishës për dosjen Partizani kërkojnë që Edi Rama të thirret si dëshmitar në cilësinë e ish-kryetarit të Bashkisë Tiranë. Berisha nuk ishte prezent në seancë, ndërsa dhëndri i tij Marbër Maltezi ka hedhur akuzën ndaj drejtësisë. Në seancën për aferën Partizani, mbrojtja e Sali Berishës kërkoi që Edi Rama të thirrej si dëshmitar në cilësinë e kryetarit të Bashkisë Tiranë, duke argumentuar se ai ka ndryshuar destinacionin e truallit. Avokatët e Berishës akuzuan prokurorin për ndjekje politike, duke ndërtuar çështjen mbi pretendime pa akt shpronësimi dhe mbi veprime të vitit 2015 pas përfundimit të mandatit të Berishës si kryeministër. Ajo që ne kemi kërkuar gjykatës, që kemi kërkuar në SPAK në përfundim të hetimeve, dhe që nuk na është pranuar është thirrja e zotit Edi Rama me cilësinë e dëshmitarit, kryeministri i Shqipërisë, ish-kryetari i Bashkisë Tiranë, i cili është një nga dëshmitarët kyç të procesit, i cili ka me veprimet e tij konkrete, pra me kalimin e truallit nga klub sportiv në shesh ndërtimi, ka bërë të mundur këtë ndërtim. Edhe gjykatës i tham që SPAK-u nuk e ka pyetur, është një mangësi e madhe, ke dëshmitar periferik që s'kan asnjë lidhje
asnjë vlerë për procesin. Prezent në seancë, Jamarbër Maltezi ka hedhur akuza ndaj drejtësisë. Kemi parasysh në këtë situatë nuk ka asnjë fakt penal. Të kemi parasysh cili është interesi publik. S'ka pasur asnjë lek shteti. Përkundrazi, shteti ka përfituar 800.000 euro nga pagesat jonë e pronarëve për të marrë gjën e tyre. Ne kemi shumë falsifikime dhe gënjeshtra që kanë bërë prokurorët e nënshtruar politikisht. Dosja për aferën Partizani u shtyp për datën 26 janar, ora 10. Rreshtet e shiut janë ndërprerë në vend duke ndikuar në normalizimin e situatës me përmbytjet, por java nisi me temperaturat të ulta, të cilat në zonat malore do të arrijnë deri në -18 gradë Celsius. Të gjitha akset kombëtare janë të qarkullueshme, por mjetet duhet të pajisen me goma dimrore dhe me zinxhir. Shiu dhe bora këtë fillim javë u kanë lënë vendin temperaturave të ulta, të cilat gjatë natës në Valbon kanë arritur deri në -18 gradë Celsius. Autoriteti rrugor njofton se të gjitha akset kombëtare, përfshirë dhe bogë qafthore, janë të qarkullueshme. Por mjetet duhet të pajisen me goma dimrore dhe zinxhir kur udhëtojnë në zonat malore. Situata është e tillë që kërkojmë mirëkuptimin dhe angazhimin e gjithë përdorusëve të rrugës, shoferëve që mjetet e tyre të kenë në gjendje të mira teknike, të jenë të pajisur me sinjalistikën e duhur dimërore, si dhe të zbatojnë të gjithë sinjalistikën në rrugë. Në qarkun e Korçës ka ende abonent pa energji elektrike. Për rikthimin e saj po punojnë 6 grupe operative, ndërsa në Pogradec problematikë kryesore vijojnë të jenë rrëshqitjet e dherave. Në bashkinë Maliq, si pasojë e çarjes së argjinaturës së lumit të Voll, janë përmbytur rreth 3600 hektar tokë bujqësore, ndërsa situata po mbahet nën kontroll pas ndërhyrjes së strukturave përkatëse. Më e përmirësuar është dhe situata në zonat e përmbytura, megjithse rreziku nuk është larguar nga zonat e përmbytura përgjatë lumit Seban. Situata hidrologjike në territorin e bashkisë Shkodër paraqitet e qëndrueshme, me nivele uji nën kuotat kritike dhe pa prezencë uji në banesa. Njësia administrative ana e malit është më e prekur nga përmbytjet në zonën e Nën Shkodrës, të hënë rezultojnë në ujë rreth 600 hektar tokë, kryesisht bujqësore dhe kullota, nga 150 hektar që ishin një ditë më parë të përmbytura. Rruga e Obotit, pas 5 ditësh që është e pakalueshme për automjetet e vogla, të hënë është e pakalueshme edhe nga mjetet e larta të ushtrisë, pasi niveli i ujit arrin në rreth 1 metër. Ndërkohë, lëvizja në drejtim të fshatit kryhet tashmë vetëm nëpërmjet varkave. Ndërhyrjet vijojnë në varësi të kushteve të terrenit dhe uljes së prurjeve të lumenjve. Forcat armatosura vijojnë angazhimin në mbështetje të komuniteteve të prekura, veçanërisht në zonat me përmbytje dhe izolime. Në orët dhe ditët në vijim, pritet rënje graduale e prurjes në shumicën e lumenjve, ndërsa fokusi mbetet tek problemet që mund të shkaktohen për shkak të temperaturave të ulta dhe ngricave. Qarkullimi automjeteve nga Tirana drejt Rinësit dhe Anasjeltas do të mbyllet për 2 ditë. Masat e marra nga autoriteti rrugëve nisin nga nesër për shkak të punimeve të zgjerimit të mbikalimit në Kashar. ARSH-ja ka bërë me dije edhe akset alternative që do të përdoren. Autoriteti rrugor shqiptar bën të ditur se për shkak të punimeve për ndërtimin e mbikalimit të ri në qaf Kashar, do të ketë blokim të rampës në drejtimin Tiranë-Rinas gjatë natës së datës 13 dhe 14 janar 2026 në oraret 20:00 deri në orën 06:00. Qarkullimi i mjeteve drejt aeroportit të Rinasit do të realizohet përmes rrugës alternative si aksi Vor-Fushkruj, kthesa e Rinasit, apo rrugëve dytësore Tiranë-Kamës, Valia-Rinas dhe rrugës Kashar-Thumane ndërtuar nga koncesionari. Autoriteti rrugor shqiptar u kërkon drejtuesve të mjeteve të ndjekin sinjalistikën provizore dhe të planifikojnë lëvizjet në kohë. Provimet e maturës shtetërore 2026 do të zhvillohen nga data 2 deri në 23 qershor. Me publikimin e këtyre datave, Ministri i Arsimit ka shpërndar edhe testet model për orientimin e të gjithë maturantëve që ndjekin arsimin e mesëm. Me publikimin e rregullores së maturës shtetërore 2026, Ministria e Arsimit njofton për datat e provimeve të gjithë maturantët që ndjekin arsimin e mesëm të përgjithshëm dhe atë profesional. Matura nis më 2 qershor me provimin e gjuhës së huaj. Provimi i dytë më 9 qershor do të jetë ai i gjuhës shqipe dhe letërsisë. Në datë 16, maturantët do të testohen në lëndën e matematikës, ndërsa provimi me zgjedhje do të jetë i fundit që përmbyll maturën shtetërore 2026, provimi i cili do të zhvillohet më 23 qershor. Lista e gjuhëve
Gjuhëve të huaja që jepen si provimi detyruar është anglisht, spanjisht, italisht, gjermanisht dhe frëngjisht, ndërsa kjo është lista e lëndëve me zgjedhje. Bashkë me publikimin e këtyre datave, Ministria e Arsimit ka nisur edhe shpërndarjen e testeve model për orientimin e maturantëve, por edhe për të dhënë sa më shumë kohë në dispozicion gjatë procesit të përgatitjes. Njëjtë si më parë, çdo provim do të përbëhet nga 60 pikë dhe do të ketë 3 nivele vështirësie. Rregulloria përcakton që testi i veçantë i hartuar për nxënësit me aftësitë kufizuara për secilin nga provimet e maturës shtetërore 2026 të përmbajë vetëm pyetje të nivelit të parë dhe të dytë të arritjes dhe vlerësohet me pikët maksimale që i korrespondojnë nivelit të dytë. Nga sot hapet për publikun faqja e platformës online të fjalorit të madh të gjuhës shqipe, duke ofruar një qasje të lirë në të për 105.000 faqe. Pas 5 viteve punë, nisë rrugtimin online fjalori i madh i gjuhës shqipe, si domosdoshmëri e kohës që jetojmë përposhtë të gjitha zhvillimeve. Ky fjalor u pasi një domosdoshmëri për të ardhur në ndihmë të gjithë përdoruesve me 105.000 fjalë të mëvetësishme. Me domenin fjalori.online krijon lehtësi në kërkim të fjalëve. Në menun kryesore mund të shkruajmë cilën do fjalë që duam të përdorim. Fjalën informim, po patjetër, informim. Del me njëherë shpjegimi, trajtat e fjalës. Nëse duam që njëri nga këto të zgjerojmë, fjala vjen në fjalën sinjalizim, mjafton të çojmë mouse-in këtu, e klikojmë, rombi këtu me ngjyrë të kuqe, tregon që kemi të bëjmë me frazologji e njetër dynjaja. Ky yllthi këtu para fjalës dynja tregon që për të gjetur shpjegimin e kësaj fjale duhet shkojmë te dynjaja, pra kemi shmangur përsëritjet e panevojshme. I dobishëm për nxënësit dhe studentët, pasi ky fjalor ofron modele të fjalive. Nëse marrim parasysh edhe frazologjin, në total shkon te rreth 120.000 zëra, por fjalë të mëvetësishme, si zëra të fjalorit, kemi rreth 105.000 fjalë. Ka shumë zhvillime që ka ndodhur në gjuhë në këto 20-30 vitet e fundit, këto i kemi pasqyruar të gjitha. Përdoruesit, specialistët, albanologët, dashamirësit e gjuhës shqipe mund na dërgojnë fjalë të cilat i vlerësojnë të rëndësishme. Fjalori i madh i gjuhës shqipe është një nga 3 projektet e mëdha në albanologji bashkë me veprat Historia e shqiptarëve dhe Enciklopedia shqiptare, të ndërmarra nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Për të punoi një ekip në drejtimin e akademikut Jeni Thomait si kryeredaktor dhe 2 zëvendës kryeredaktorët, akademiku Valter Memisha dhe profesor doktor Shezai Rokaj. Hapi përfundimtar do të jetë shtypi i veprës në 10 vëllime vitin e ardhshëm. Në Kosovë këtë të hënë në gjykatën e apelit u shqyrtua ankesa për dënimin e Miloš Plesković, një serbi të akuzuar për krime lufte në Prizren. Familjarët e viktimave dhe prokuroria kërkuan burgim të përjetshëm, pavarësisht se mbrojtja thosë se ai nuk ishte i përfshirë në vrasje. Në gjykatën e apelit në Kosovë u mbajt sot seanca për çështjen e Miloš Pleskovićit, i akuzuar për krime lufte në zonën e Prizrenit. Në këtë seancë u shqyrtua ankesa e mbrojtjes kundër vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë. Prokuroria e apelit kërkoi që ankesa të refuzohet si e pabazuar dhe të lihet në fuqi vendimi i dhënë më herët, por nëna e 2 binjakëve të vrarë, e cila ishte e pranishme në seancë, kërkoi drejtësi dhe dënim përjet për të akuzuarin, duke thënë se djemtë e saj u vran barbarisht. Për jetë. Të mi kam beti tjetë, për jetë. Dënim kapital kërkoi edhe avokati mbrojtës Blendi Gjini, i cili theksoi se ankesa avokatës është e pabazë. Ne kërkojmë nga gjykata themelore, gjykata e departamentit special, EAPI. Special departament operacional suda. Që do t'i marrë parasysh kohën e parë në fakt. Specialiste okolnosti. Ti akuzuar të shtot një dënim kapital. Andaj përfund. I propozoj kolegjit të departamentit special për krime lufte që të refuzohet ankesa e avokatës si mbrojtësja e të akuzuar, pasi që një ankesë tjetër është e pabazë dhe nuk korrespondon me provat të shtjellura. Avokatja e Pleskovićit mohoi përfshirjen e klientit të saj në krim, duke thënë se në atë kohë ai ishte vetëm 19 vjeç dhe nuk kishte qenë pjesë e forcave policore. To deklarata sollën përplasje në sallë me familjarët e viktimave. Gjyqtari njoftoi se vendimi përfundimtar do të merret brenda një afati të arsyeshëm, ndërsa Pleskovići aktualisht vuan dënimin me 15 vite burg për vrasjen e 3 civilëve shqiptar.
Protestat kundër regjimit në Iran ka lënë të paktën 540 vdekur dhe mbi 10.000 të arrestuar, sipas organizatave të drejtave të njerëzit, ndërkohë SBA paralajmërojnë veprime të forta me Teheranin që sipas Trump ka kërkuar negociata. Numri I viktimave në Iran po rritet nga dita në ditë teksa protestat kundër regjimit vijojnë në shumë qytete të vendit. Sipas organizatës të drejtave të njerëzit, Hrana me selinë SBA, të paktën 544 persona janë vrarë në 15 ditët e fundit. Mes viktimave raportohet se janë edhe 8 fëmijë, po sipas të njëjtave burime, mbi 10.600 persona janë arrestuar dhe janë dërguar në burgje. Autoritetet iraniane kanë ndërprerë internetin dhe linja telefonike për më shumë se 84 orë. Kjo ka vështirësuar verifikimin e plotë të situatës dhe numrit real të viktimave në terren. Ndërkohë, Garda Revolucionare e Iranit ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për ndërhyrje në punët e brendshme të vendit. Në një deklaratë zyrtare, ajo I cilsoi protestat si kryengritje të dhunshme dhe fajsoi SBA-n për nxitjen e tyre. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se udhëheqësit iranian kanë kontaktuar Shtëpinë e Bardhë dhe kërkojnë negociata. Trump tha se një takim po planifikohet, por paralajmëroi se ushtria amerikane po shqyrton opsione të forta. Ai theksoi se SBA mund të veprojë duke ndërhyrë ushtarakisht në Iran, edhe përpara se të zhvillohet takimi. Protestat nisën më 28 dhjetor për shkak të rritjes së çmimeve dhe janë shndërruar në thirrje të hapura kundër regjimit që drejton Iranin që prej vitit 1979. One Battle After Another dominoi në Golden Globe 2026 me 4 çmime, ndërsa Hamnet fitoi si drama më e mirë. Seriali Adolescence u shpall fitues absolut në televizion me 4 çmime dhe aktorë të nderuar për performancat e tyre. Ceremonia Golden Globe 2026 solli fitues të parashikueshëm, por edhe surpriza të mëdha, duke treguar një vit të fortë për filmin dhe televizionin, shumë e pansi thriller politik. Në televizion, seriali Netflixit Adolescence mori 4 çmime, përfshirë serialin më të mirë me seri të shkurtra dhe aktorët Stephen Graham, Owen Cooper dhe Erin Doherty u nderuan për duke bërë ndarjen e çmimeve të Golden Globe 2026 një natë të paharrueshme për industrinë e filmit dhe televizionit. Gara radhës për Lara Kulturin është ajo në Flakau të Austrisë. Të martën e 13 janarit, skiatoria shqiptare do të konkurojnë në disiplinën slalom me synimin për të marrë medaljen. Lara Kulturi rikthehet në konkurim. Skiatoria shqiptare kalon pas gjendjen gripale e cila ndikoi në performancën e saj në garën e fundit në slalom, në Krajinska Gora të Slovenisë. Skiatoria 19 vjeçare nuk ishte në formën e vet më të mirë. E një gabim që në lëshimin e parë solli mos klasifikimin e saj për lëshimin e dytë, duke bërë që të humbas pikë të vlefshme në renditjen e përgjithshme. Të martën e 13 janarit garohet në Flakau të Austrisë, sërish në disiplinën slalom, atje ku Lara Kulturi ka marrë dhe medaljet e saj në këtë kupë bote. Skiatoria 19 vjeçare aktualisht ndodhet në vendin e 9 në renditjen e përgjithshme me 402 pikë, pra ende është midis 10 më të mirave në botë. E gjithë vëmendja është e përqendruar në 2 lëshimet e garës së të martës, të cilat do të transmetohen drejt për drejt në rrjetin e radio televizionit shqiptar në orën 17:45 dhe 20:45, shoqëruar dhe me emisionin Shqipëria mbi ski. Me këtë lajmë në fund revistës televizive dhe për mbrëmjen e sotme, por qëndroni me ekranin e RTS-s, pasi pas pak do të jetë emisioni 3D me kolegun Alban Dudushin, ndërsa bashkë takohemi përsëri nesër.